Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një vit të kuqe për një nga rrugët më të rëndësishme të transportit energjetik në botë. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se Irani nuk do të lejohet të vendosë tarifa ose pagesa për kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Gjatë një vizite në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rubio tha se Hormuzi është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe se asnjë shtet nuk ka të drejtë të kërkojë pagesa për përdorimin e saj. Sipas tij, liria e lundrimit në këtë zonë është pjesë e ligjit ndërkombëtar dhe duhet të respektohet nga të gjitha palët. Deklarata vjen ndërsa Washingtoni dhe Teherani po diskutojnë elemente të një marrëveshjeje të mundshme pas muajsh tensionesh dhe përplasjesh në rajon. Një nga çështjet më të ndjeshme është kontrolli mbi ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik për transportin global të naftës dhe gazit. Drafti i marrëveshjes së diskutuar përfshin gjithashtu çështje të tjera, si programi bërthamor i Iranit, siguria rajonale dhe mundësia e investimeve ekonomike në të ardhmen. Rubio tha se nëse Irani zgjedh një rrugë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare, mund të ketë mundësi për investime të huaja, por theksoi se kjo do të varet nga përparimi në çështjet e sigurisë. Sekretari Amerikan pritet të zhvillojë takime edhe në Kuvajt dhe Bahrein me përfaqësues të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Shtetet e Gjirit, aleat tradicional të SBA-s, kanë reaguar me kujdes ndaj mundësisë së një afrimi mes Washingtonit dhe Teheranit, pasi shumë prej tyre e konsiderojnë Iranin një rival kryesor rajonal. Ndërsa negociatat vazhdojnë, ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të nxehta të përplasjes mes interesave amerikane, iraniane dhe atyre të fuqive të Gjirit.